rikthimi I reduktimeve të energjisë elektrike është dëshmi e qartë se keq menaxhimi dhe menaxhimi skandaloz I këtij sektori të energjisë në Kosovë ka ndodhur që disa ditë të fundit. Kjo qeveri e Terit nuk ka investuar asnjë cent në shtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërkohë që ka shpenzuar më shumë se 1 miliard euro përgjatë tërë mandatit të saj për import energjisë elektrike nga shtetet tjera. Për të ardhur në këtë situatë absurde, ka vetëm 2 shpjegime të mundshme. Ose kemi të bëjmë me paaftësi dhe keq menaxhim të plotë në qeverisje, ose kemi të bëjmë me kapje të sektorit të energjisë dhe hajnisë të organizuar nga mafia energjetike në krye me Martin Berishaj e Vuk Hamovicin. Emrimi I nipit të deputetit të vetëvendosjes Ejup Maqedoncit për drejtor të Kostit flet më së miri për kapjen e institucioneve energjetike në vend. Kjo është hallka e fundit në sektorin e energjisë që tashmë ka rënë komplet në duart të pushtetit. Sa për dieni, ky që sot është emëruar drejtori I Kostit është bashkëpronar I një kompanie private të energjisë. Unë alarmova pak më herët se në mars do të kemi prapë ngritje të çmimit të energjisë elektrike për shkak se vendi ynë ka qenë I varur nga importet e shtrejta të energjisë elektrike dhe rrjedhimisht ato importet e shtrejta do të pasqyrojnë faturat e ardhshme ose tarifat e ardhshme. Unë kisha më I bë thirrje edhe operatorëve ekonomik, të cilët furnizojnë energji elektrike, por edhe zyrës së rregullatorit të energjisë, që ta kenë parasysh gjendjen ekonomike dhe financiare të qytetarëve të Kosovës, sepse kjo gjendje veçse është rënduar dhe fakturat e energjisë elektrike tashmë janë të papërballueshme edhe për familjarët, ekonomitë familjare, por edhe për bizneset të cilat